Përgjithësim për thirrjen e seancës konstituive ka kryesuesi i seancës konstituive. Para pak kohësh ka pasur një qëndrim të tij për shkak të zhvillimeve të fundit, tensioneve, përshkallëzimeve brenda Kuvendit të Republikës atë ditë në seancën e Kuvendit e ka vlerësuar që duhet të jepet përparësi marrëveshjeve politike. Madje është në linjë me aktgjykimet të gjykatës kushtetuese që për çështjet në të cilat po diskutojmë duhet të ketë takime dhe marrëveshje politike. Ne kemi parë një pjesë atë ditë, por keni parasysh që informacionet që ne pastaj kemi pasur kanë qenë që ka pasur plane edhe për veprime të tjera. Prandaj nuk na duhen situata tensionuese, përshkallëzimet, konfliktet fizike apo të tjera si këto. Prandaj edhe uroj që gjatë kësaj periudhe kohore të ketë takime sa më shumë, jo refuzime të takimeve, e përmenda edhe më herët, jo kërkesa në shpërputhje me vullnetin e popullit, në shpërputhje me fuqinë politike të partive politike, por të ulemi seriozisht, le të flasim për një marrëveshje që nuk çonte bllokada, nuk çonte zgjedhjet e parakoshme, nuk kemi nevojë për zgjedhjet të parakoshme sepse kemi shumë punë përpara, por që thjesht çonte një marrëveshje ku presidenti i vendit zgjidhet me mandat 5 vjeçar. Shumë e rëndësishme është që të ketë marrëveshje. Keni parasysh që konstituimi i Kuvendit çon rrjedhje të afateve. Rrjedhja e afateve në qoftë se pra brenda 60 ditëve pas konstituimit nuk zgjedhet presidenti, vendi shkon në zgjedhjet parakoshme. Se a është shkel apo jo kushtetuta, na tregon gjykata kushtetuese. Kushdo që konsideron që është shkel Kushtetuta e Republikës së Kosovës mund ta delegojë këtë çështje në gjykatën kushtetuese. Vitin e kaluar ka pas më shumë se 3-4 herë që ka ndërguar çështjen në gjykatën kushtetuese. Ta gjykata kushtetuese seancën konstituive e ka konsideruar si çështje kushtetuese dhe nëse dikush po vlerëson që dikush këtu po e shkel Kushtetutën, atëherë le t'i drejtohet instancës që interpreton veprimin tonë.